ka ndërhyr, po të them një lajm tjetër në ty për shembull, edhe në momente kur SPAK-u tenton të bëjë diçka të tillë, pra ja afrohet kryeministrit dhe kryeministri ju afroa për shembull me çështjen Balluku, me thënë drejtën, në të gjitha rastet Edi Rama është munduar domethënë që t'i vëj fre këtij institucioni. Dhe di cili ishte freja më e fundit, para 3 ditësh ka qenë freja më e fundit. VKM e Këshillit Ministrave autorizohet Ministria e Komisiona Ministria e Drejtësisë, nuk e di fiks kush duhet ishte nga këto, që mos ngatrohem me termat, për marrëveshjen me Guernica 37 Chambers për realizimin një kontrate, po flas kontrata miliona euro, me qëllim që të kontrollit të mënyrës se si po operohet drejtësia në Shqipëri, po e them në mënyrë të trashun. Duket një kompani që do bëj këtë punë? Ta shpjegoj tani. Këta po marrin, më ka marrë Edi Rama, ka dhënë një vendim Këshilli i Ministrave, para të taksapaguesve shqiptar, dhe i ka dhënë urdhër, le të themi, vasalëve të tij në ministri apo te Ministria e Drejtësisë kryesisht, që me këtë kompaninë G37 Chambers me epicentër në Londër, e cila është një nga ato kompani që njihet botërisht për lobinjit e forta që ka në botën e Amerikës Latine, edhe në Europë, edhe në Amerikën Qendrore. Më bën gale fort sepse ka qenë një nga mbështetësit më të mëdha dhe nga ato promotorët më të mëdha të Tony Blair, aso kohë kryeministri i Anglisë. S'ka gjetë kurorë ose doganave. Ashtu, me këtë, domethënë, kjo kompani e madhe, avokati janë këto, kompani ligjore, do vi dhe do asistoj Ministrinë e Drejtësisë për të kuptuar se si po e bën punën SPAK-u, si po e bën punën, si po implementojnë porositë e qeverisë, si po e bën punën gjykata. Tani, taksapaguesi shqiptar do paguaj miliona euro këtyre anglezëve, kësaj kompanisë, që po, domethënë po amendsoj që është pas Tony Blairit, po amendsoj se nuk e di, po them kështu, do i paguaj këtu, dhe pyetja që u ngre është, e para ç'duan këta që të kontrollojnë SPAK-un dhe drejtësinë shqiptare, se si po implementohet, dhe e dyta, nëse vikëm në udashka kjo kompania e huaj, po çfarë punë bën drejtësia, Ministria e Drejtësisë pastaj mbrapa? Dhe e fundit fare, ne dim që pushteti gjyqësor është i ndarë nga pushteti ekzekutiv dhe nga i legjislativ. Si mund ta kontrollosh ti me vendim? Pra, ai kuptoni se deri në çfarë pike ka arritur ky sistem dhe ti mua më thua për parat që gëlojnë në tregun. Para 3 ditë më ka dhënë me vendim Këshillit të Ministrave ishte. Vendimi që janë shumë vendime të Këshillit të Ministrave, Andi, që njerëzit nuk arrin dot t'i perceptojnë sepse janë të fshehura në ato mënyre, se janë ustallarit të arbur. Në ato mënyre që ti të kamuflohet që në bazë të integrimit se na i kërkon kjo, se na i kërkon ajo, Europa, se ne do shkojmë në Europë, dhe po pse duhet të marrun një kompani londineze me fan botror, po duhet, po s'ka asnjë lloj problemi, duke i dhënë miliona euro, se këta e kanë orën o Andi, ose minuti mund ta kenë 1000 euro. E qartë. Po flasim për. Ndërkohë që edhe Shqipëria mund të ketë ekspert shumë mirë dhe mund të jenë pjesë e Ministrisë së Drejtësisë. Ka Ministria e Drejtësisë çfarë punë bën se kuptohet sa. Çon letër porosi. Mirë. Diçka po për të kaluar këtë tema tjetër? Ka diçka. Se kam përshtypjen mos mbajtë ndonjë shënim dijes. Ka shumë shënime, me thënë drejtën. Mafia është krimi organizuar në zyra shtetërore, që ne sot e kemi. Kjo është për kufizim global. Paraja që që vërshon në Shqipëri për pastruar vjen nga droga, kokaina kryesisht, kriptomonedat, call centrat, offshore-ët, pra ka shumë rrugë. Dhe duhen këta njerëz që janë në zyrat publike pjesë e ortakrisë mafjas për të hapur rrugët. Sot, nëse ne i përmbledhim, le të themi, 4 superdose të thojon që lidhen bashkë dhe do bërë një proces të madh politik, ekonomik, mediatik të hetuar për pastrimin e parave dhe krimin, Aruba, Albanian Files, Akshi, Balluk. Mjaftoi këto të 4-ta, tek të cilët kanë marrë edhe dosjet e trafikut të drogës që në sektorin e themit të samitit të Arubës së quajtur, ka të pandehur që dalin edhe tek Akshi, edhe te dosja Balluk. Dhe kur ta të pandehur kanë episode në dosje të tjera, në ardhi di më mirë se ne, atëherë duhet që të bësh një bashkim për të hetuar bashkërisë, sepse kanë qarkulluar miliona euro nga njëra tek tjetra, kanë kanalet e qarkullimit dhe të pastrimit. Atëherë duke qenë se janë në këtë lloj hullie, duhet t'i hetosh bashkërisht. Këto të pandehur nuk prodhojnë një
kërkesë për heqje e imuniteti që u qa Bruxelli për të në arrestojnë të Ballukun dhe ky s'ka këllë që s'ka bëth të arrestojnë. Pse? Sepse përgjimet e shantazhit që i bën kryeministri Balluku dhe kryeministri Rama janë të atij niveli që atë e bëjnë të pafuqishëm për ta mundsuar këtë. Dhe del tani prokurori Spagut, me gjithë respektin, e thotë kjo na dëmton hetimin ne, po këta nuk e kanë votuar heqjen e imunitetit. Çfarë të pengon? Kur kishte më pak prova, më pak dëshmi, më pak hetime, më pak mundësi, le të themi, edhe procedurale, edhe dëshmish, edhe veprimesh të grupit, i përsollë kuvendit një kërkesë për të imunitet. Tani që ke disa herë më tepër referencë deklarimit vetë prokurorit. Po, mos dërgimi është komprometues. Dhe me bukura, më falë Basir, me bukura, doli Klodian Bravo tha para pak ditësh kemi nisur hetim për zonin Ballukut dhe për çështjen e Bankers Petroleum. Tani kur ti shton, jo vetëm aq, sepse në njoftimin e strukturës posaçme, thotë dyshohet edhe për pastrim parash, dyshohet edhe për këto, edhe prokurori kur shkon në gjykat, shkon me dyshime. Dhe ky dyshim konsiderohet akuzë. Pra ai loja gjuhësore, dyshohet dhe akuzohet, ishte dëshmi e një lloj pafuqie të prokurorit për qenë të prerë. Unë kam pasur pyetje këtu. Kam thënë që përse ngrenë dyshime dhe dalin domethënë me njoftim zyrtar për dyshime dhe nuk dalin me njoftim zyrtar. Kemi ardhur që merr pjesë në qindra procese. Edhe një autor dyshohet për vrasje, ai thotë dyshohet për vrasje. Derisa ta provojë gjykata nëpërmjet pretendimeve të prokurorisë, është apo jo i fajshëm. Te këto dosje që përmendohen, pjesërisht prej tyre, kemi dhënë një sekuencë konservative rreth 600 milionë euro. Por kur shofun edhe vendimet e të fundit që masat filluan të zbuten, masat e PSD-s u shkërmoqen. Kësa i thonë shkruaj në akull, ku jemi këtu? Dhe ajo që më intereson mua në radhë para si qytetar, ore, a janë akuzuar për korrupsion ta, për vjedhje parash publike? Ku janë parat publike që hajdutet e liruar sot i kanë marrë dhe nuk i kanë kthyer? Kush e marrë të përgjegjësi ligjore për t'u marrë ato para? Se nuk besoj se i kanë ndjekur. O i kanë kthyer në prona, o i kanë fshehur në adresa të ndryshme. Në të dy rastet, mundësitë ligjore, procedurale, infrastrukturore, dhe edhe me partnerët, prokuroria i ka për t'i gjetur. Sigurisht ata dinë se ku janë. Atëherë zotëri shqiptarët duhen se shumica e këtyre grupeve të trafikut të drogës që qarkullojnë, po ti marrësh një 4-5 grupe, ti përmendim me emrin, ata qarkullojnë para të krahasueshme me GDP-n e vendit, jo me buxhetin. GDP-ja shkon diku te 20-22 miliardë euro. Buxheti 8 miliardë. Këta të thyen mes GDP-n, jo buxhetin. Dhe me këta tani 20 prokurorë të nderuar dhe 60 agjentë të BGH-s. Ore ne nuk u themi që të bëni Batmanin. Por shkoni Al Capone, që është në krye të qeverisë, marroni punën me atë, di si shkërmoqen dhe di si ikin. Këta nuk ikin as me taksi, ikin me vrap natën. Ndaj ky është Chelsea që i mban në këmbë këtë, se ti ke 523 projekte të kjo Albanian Files. Janë të lidhura me trafikun e drogës. Ata kanë ardhur në Shqipëri, e kanë kafshuar bashkërisht aty. Ti shite kaq sa tonelata kalojnë në Durrës. Disa bën 100 ton kokainë që kalojnë për një javë, jo për një vit. Më gjej statistikat e policisë, unë jam munduar të has diku në i të dhënë, dhe në 3-4 vitet e fundit, unë nuk kam gjetur as 10 kg sekuestruara. Dhe për t'ju referuar ekspertizës sa komike në këtë rast, kur thuhet që sasia e sekuestruar është 10% e asaj që ka kaluar. Pra ne pas kanë kaluar në Durrës 5 kg. Aty 5 kg janë vetëm mesazhe në ditë. Që çojnë erdhi kjo, shkoi kjo. Se ndryshe ne nga Amerika Latine ku janë këto grupe. Investimi shkon në investohet në Europë, shkon në investohet në Shtetet Bashkuara, prandaj edhe ambasada, departamenti i shtetit, edhe qeveria amerikane po ndërton një komision bipartizan me shumë gjasa të senatorit republikan Wilson. Po bën hapa për të normuar, le të themi, që të hetohet qeveria shqiptare, rasti i parë në historinë e Shqipërisë, për lehtësimin e grupeve të trafikut të drogës, edhe në trafik, edhe në pastrim parash. Pra kjo qeveri tani hetohet për pastrim parash, ne presim të bëjmë edhe summit NATO. E qartë. Dhe një diçka kam përshtuar. Ti që do vazhdosh po duhet humb patofilin. Jo, se çështet kemi pyetje, këto nuk janë më shumë çështje se sa pyetje. Ka preku dy gjëra shumë të rëndësishme Basir dhe kam me shumë merak të them. E para është kjo çështja e hetimit të ri ndaj zonjës Balluku, e cila ka të bëjë me Bankers Petroleum. Për ata që nuk e din, bëhet fjalë për 123 milion euro
123 milion euro, të cilat doganat shqiptare, kryesisht dogana e Fierit, i kanë pas vendosur Bankers Petroleum në vitin 2015. Kjo çështje si gjob për deklarimet të pa baza, sepse ata ishin gjithmonë të parregullta, si gjob. Bankers e çoi në gjykatën e shkallës parë, në gjykatën e apelit, në gjykatën e lartë, urrëzuan në 3 shkallë, gjoba mbeli në vend dhe ishte gati për ekzekutim. Atëherë çfarë ndodhi andi, që është futur zonja Balluku në hetim, duke qenë se Bankers Petroleum, pra pjesa e le të themi naftmbasja është pjesë e Ministrisë së Infrastrukturës, Energjetikës dhe Infrastrukturës, që ka në dispozicion, aso kohë ka është një shkresë e zonjës Balluku, e cila i dërgon zonjës Anila Denaj, aso kohë Ministre e Financave, ku i kërkonte në mënyrë ledhatuse, po themun, që të rishikonte, sipas zonjës Balluku, se çfarë mund të bëhej me pezullimin e kësaj gjobe. Dhe direkt pas kësaj shkrese, të cilën e ka në dorë Spaku, Anila Denaj ka pas nxjerrë një urdhër për pezullimin e vjeljes së kësaj gjobe. Kjo ka qenë, kemi diskutuar, kjo ka qenë ajo pezullimi. Pra, pezullimi i vjeljes nuk u anullua, po është pezulluar. Dhe sot e kësaj dite, të 123 milion euro, akoma nuk janë pjesë e buxhetit të shtetit. Pra, nuk janë marrë. Spaku është duke hetuar tani, pikërisht këtë fragment, por ajo për cilën unë... Zyrtare e timi, Po e ka thënë e thate për t'jam bravo. Tani, ajo për cilën domethënë unë nuk më bën shumë çudi, e preku pak Basiri, është fakti domethënë që ore si është e mundur domethënë që të gjitha këto hetimet e Spakut në fund të ditës pastaj beten se si një lloj kështjelle rëre. Sepse po ta shikosh ti, edhe në raport me vepra penale të cilat ju ngarkuan personazheve të tjerë së fundmi, të cilët janë në hetim nga Spaku, asnjëherë prej tyre, edhe pse akuzohen për korrupsion të rëndësishëm, të qëndësishëm pas Spaku, asnjëri prej tyre nuk u kërkua burg, por të gjithë shërbim prove. Pavarësisht se kërkon 7 vite burg apo 5 vite burg. Dosja Meta Kryemadhe është për po jo vetëm, është ajo 5D-ja për shumë të tjera, po them, të gjitha këto kërkohet vetëm shërbim prove. Tani unë po u them atyre se pa të shkruar para pak ditësh në një status ti. Po u them shqiptarëve, ata që na shohin. Një vepër penale andi, e cila ka të bëjë me armbajtjen pa leje, pra nëse ti nesër kapesh me një pistolet të pa leje me vete, ti andi, ligji shqiptar, kodi penal parashikon 3 deri në 7 vite burg. Po. Në rregull? Kurse nëse ti merresh me pastrim të parash, po e them më thjesht fare, vepra penale parashikon 5 deri në 10 vite burg. Pra, teorikisht është një vepër penale më e rëndë. Kur ty të kap me një pistolet, nëse ndodh që të kap ty me një pistolet, nuk ka perëndi në botë, unë nuk njoh shqiptar që të mos ketë bërë minimalisht 1 deri në 2 vite burg, kokër plumin burg. Për një pistolet, për një thik, është në burg. Tani këta të vjedhin, të vjedhin nga mjezi deri në darkë, vepra penale, sipas kodit penal, është e tillë domethënë që dënohet më shumë se sa, le të themi, një armbajtje pa leje, kështu e ka kodi, këta nuk bën as edhe një ditë burg, as një minutë, as një orë. Tani ka dy gjëra. O është paradoks total i kodit penal, ose këta spakistët nuk din lexojnë shqip o vlla. Ose lexojnë vetëm atë gjuhën e xhepit. Se u s'di ta kuptoj ndryshe. Ka një dosje tjetër në dijenin time, le të themi ka përfunduar një lloj hetimi financiar i Tigrave 1 dhe 3, termocentrale të energjisë në Vlorë. Ka përfunduar një hetim financiar dhe është po përgatitur më them për shpunë ditës, një çështje e cila i drejtohet Spakut. Edhe këtu Zoja Balluku është një aktor kryesor në ai ka firmosur kontratën atë. Është firmosja, si thot. Ka firmosur kontratën atë. Është firmtarja e kontratës, edhe është, le të themi, ka pretendime rreth këtij subjekti për veprime dhe mosveprime, ka një dëm vërtet marramendës në këtë histori. I bashkohet kjo këtyre mëkateve të vogla të cilët po mbledh Spaku me guximin e mundshëm në vjesh për t'ju rikthyer parlamentit për një leje të mundshme, dhe unë them që aty do shkojë jo vetëm një kërkesë, por edhe me kërkesa të tjera. Do shkojë me kërkesë për Tiranën. Tani ti merr stanard për vendimin e qeverisë. Merr një kompani për të mbikëqyrur institucionet e drejtësisë, ndarja pushteteve është një sallat frutësh. Por zoti, po herë me që po e merr, ata hetojnë se çfarë bën me të historinë e vettingut. Ky institucioneri që do vi.
se çfarë ndodhi me këtë reformë drejtësi. Se sa miliarda u harxhuan, u shpërdoruan, u abuzuan. Nuk është hetur. Dhe çfarë ndodhi? Ku janë këta kompani austriake ujësjellës kanalizimesh ka drejtuar vettingun në Shqipëri. Ujësjellës kanalizimesh, 40% të së cilës i kishte ish kryeministri austriak Sebastian Kurz, e cila ka marrë tender kanalizimesh në Shqipëri. Ta kërkon hidraulik dhe jurist. Kjo është drejtësia në Shqipëri. Bëtërdi e pafundme. Ke vendimet pasbardha 5 vjet pasbardha vetim. Vendimi i pasbardhur. Pra katrahura e brendshme e drejtësisë. Dhe kjo është një përpjekje e Rancë për të merak dhe vetë, sulmin e tij të mos ta thotë në shqip, po ka zgjedhur një kompani që flet anglisht që e thon ata. Janë ekspertë të huaj, e thon të huajt. Në fakt teksti duhet i Ramës. Ky është një sulm ndaj drejtësisë dhe nëse pranohet, sigurisht kush do ta ndalojë shpytja. Ka shumë që ndalojnë, ka opozitë, ka qytetar, ka protestues. Nëse ne duam që të marrim drejtësi, ne duhet të bëjmë pjesë e rezistencës. Nëse duam të bëhemi viktima, bëjmë. E qartë. Shkurtimisht për faktin që gjykata e lartë la në fuqi pezullimin për zonjën Balloku, do të thotë diçka për ju? Pezullimin nga detyra flasë? Natyrisht gjykata e lartë me gjithë qokat politike që ka bërë sipas fasonarisë kryesisë Partisë Socialiste në regjinë e Ramës, këtë herë kur edhe prokurori sapo kishte raportuar në kuvent për dënsinë e hetimeve dhe dëmtimin e shkaktuar nga mosheqja e imunitetit zotit Balloku, nuk kishte kuraje në raport me raportet e Komisionit Evropian, me atë çfarë vjen nga Washingtoni dhe Brukseli drejt qeverisë në mosdëshkueshmërinë dhe mos respektimin e ndarjes pushteteve dhe rezistencën që i bën për të hetuar, nuk besoj se gjykata e lartë kishte hapësirë në këtë dendësi të madhe vendimmarrësh të saj. Ishte historia e Velijit, ai gjyqtari që ishte tërhequr nga bashkëshortja Zoze, por kishte harruar të tërhiqej për e kemi të radhës. Pra ndaj them që më tepër po përpiqen të fitojnë kohë, nuk e kanë mungesë dëshire. Për ta kenë dëshirë ata, për çejf ata kishin marrë vendimin para 6 muajsh.